Egli Tako i rrëfet Loredanës. Egli ka biseduar me Loredanën dhe i ka treguar për situatat e saj jashtë shtëpisë që i kanë shkaktuar ankth. Egli: 2 muaj e gjysmë i kisha mjekimet e përditshme, pasi ra tërmeti, ra Covidi, solli ankth. Kisha diplomimin po atë vit, në kushte mizerabël, ngarkesë të frikshme me shfaqjet, bëra dhe këngën e parë, po në të njëjtën javë që kisha provimin. Aty më ul automati, nuk më mbante më truri, kur kalova atak panikun e parë në xhirimet e klipit. Në mëngjes, duhet të kthehesha në prova, nuk kisha kohë të qetësohesha. Nuk ndalonin provat, pija ujë, merrja frymë dhe kthehesha prap në prova. Oreksi 0, për 1 muaj e gjysmë, humba 10 kile, nuk fusja dot, asgjë në gojë. Nuk vazhdoja dot më pa mjekime dhe nuk po ja dilja dot, më vuri për fund. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.